rrethin çka e ka bo dhe ka dëmtu imigjin edhe të komunës këtë rast, sepse aty menaxhohet në formë të tillë çka ju pamundson ndoshta edhe aktivistëve të tjerë të OKE që mund të jenë dhe që mund t'i plotësojnë kriteret, e mundshme edhe qytetarë të tjerë, jo vetëm të OKE-s, po e pamundson për shkak të një rrethi të caktuar të cilët menaxhojnë në këtë situatë. Unë ndeshta më përmend disa prej shqetësimeve tona në lidhje me ankesat e qytetarëve. Cilat janë ato, ju lutem nëse mund ta... Jemi në shekullin e 21 dhe hala, domethënë kemi shkolla me stufa që ngrohen. Domethënë është rasti i një shkollës në Budisals. Së është hashko këshirën zemi? Në Budisal, domethënë është po ashtu rasti i konkurseve publike, unë po mbjem me përmend për shkak se është një rast ekstrem që me lëndën e historisë, domethënë shkon e jap matematik, çka bën që me të vërtet të tregohet një degradim total i procesit edhe i mësim dhonjes, po edhe i mësim nxonjes të nxënës, sa mund të ketë kualifikim një historian t'ja lëndën e matematikës, edhe pse mund të thuhet se konkursi s'ka konkurrue, është tjetër gjë, po mund të parafrohet ose mund të shtohet normë një mësuesi të kvalifikuar që ta shtoj këtë pjesë të mbetur që nuk është mbulu me lëndë përkatëse. Andaj këtu probleme, këtu të lashe... A përgjigjen e zëtë Lezaj për të dyja? Shkollat me stufa dhe mëse më dhenë si matematikës si historia, apo ishte kështu? Jo vetëm që s'ka, qita shkollat kanë ngryje qëndru. Për kundrazi kemi bëdh edhe investimet shumëta eficiente në disa për shkollave dhe sot asnjë shkollë nuk është me stufa, asnjë shkollë gati nuk është me dru, të gjitha janë me pompa termike, jo të gjitha sepse ka dhe me pelet, por që po shkojmë duke i zavendësu me pompa termike dhe me izolime eficiente. As kjo në Budisal, apo ku ishte? Në Budisals, informacion nga banor që... Unë sante e për studimet me qytetarë që po ta ngrojnë qëndrore... Nga banor që stuf ekziston në shkollë dhe në zonë të ngrohen dimrit me stuf. Tash nëse banori i Budisalsit ka genju, atëherë është diçka tjetër. Nëse ju e thoni këto me bindjet plot, që vërtetohet, nuk është diçka që zvërtetohet. Edhe që e di që e komë në shkollë. Që vërtetohet. Si vjetë është analizu. Tek mësimdhënësi? Mësimdhënësi histori matematik, na e dimi që kuadrët e matematikës mungojnë në komunën e Klinës, konkursi është respektu dhe nuk ka apliku as kusht tjetër. Unë nuk e di rastin, po përmend Arbeni që 2-3 herë, mund tjetë i tillë, po pa konkurs nuk ka shansë. Nëse ka apliku vetëm një që mund tjetë, ti s'mundesh mi thonë askuj hajde me zërë, sepse nuk ka. Dhe më thonë, mund tjetë në shkollë periferike dikon që ka lidh kontrat, pa ajo është zëvendësim për 6 muaj, do një Leoni ose diçka mundet me kam për ndryshe, nuk e diskriminojmë në një profesion i cili ka përparësi. Nuk kjo së arshytohet. Unë kam qenë vetë drejtori arsimit, kam qenë drejtori shkollës, shkolla, drejtoria arsimit... Shka bënd ti nëse nuk aplikon këtë? I ka një sirmundësi me shtu një arsimtarit matematikës normën, mi ashtu numrin e orëve e më smelon historianin me dho matematikë. Qka mundet me ditë një historian me dho një shkencë eksakte si që është matematika. Thoni se dikush që është aktualisht që jep lëndër matematikës dhe duhet i shtoj norma? Normalisht, nëse nuk ka kuadra që konkurojnë në lëndën e caktuar. A keni mendu si zotja Eleza që t'ja shtoni normën dikujt prej mësimdhënësve aktual? Për shpallet konkursi, ti dush me respektu konkursi. Dhe unë aplikon a i ka të drejtat e veta. Ne është më rëndësi që në gjdo munges të kuadrit, ne shpallim konkursin dhe kërkojmë kuadrit. Në momentet, unë nuk e di që unë të më konsultoj, adhe s'kam informata për këto, po mund t'jetë. Besoj që me konkurs. Me konkurs. Me konkurs. Bëhet fjallë edhe unë thash nuk jam i thirrën me përmend emra, s'jam i thirrën me përmend emra, se s'është etike përmendja emra. Me konkurs ka. Nuk ka pas asnjë orë tjetër. Edhe në konkurs përcaktohen kriteret. Edhe tash një po ta them. Unë jam vetë profesor universitar. Edhe unë jam profesor universitar. Marr 20% pagës që punoj në universitet. Paja nuk është pagesë. Asnjë mësimdhënës nuk vjen me ta marrë ty normën e plot, e mi marr 20% pagës.
Harro ato, tamam një javë, dy, më tepër. është zgjidhje për me ruaj cilësinë e arsimit. Ligji për paga. Po, e kemi çfarë e ka pamundsuar për me ruaj cilësinë e arsimit edhe mos më nxjerr një historian gjenerat matematikës. Po ti ke shpall konkursin, nuk i çare pa respektu institucionin e konkursit, kur dikush ka apliku, është i vetmi. Po, se kur jemi se përmend shpesh konkursi. O konkursin në komunën e Klinës, sa jeti kryetar nuk është respektu kur. Ti komunën e Klinës, dhe me thë objektin që duhet me këtu në shërbim qytetarë, që duhet, nga jo veç që është komunë nepotiste, po ka po si monarki. Shkon baba, bezgjan, vjen i biri. Trashëgohet pozita. Po, trashëgohet, po, me trashëgimi ka po. Edhe konkursin ka qitë formale, edhe aty rast qështë ka dole? A trashëgohet pozita në komunë Klinën, zoti Eleza? Jo, në asë të mirë. A ka raste, zoti Bashota? Shka me konkurs? A ke morë djallë vend babës në punë? Ku është të bre? A ke morë? Unë ty për të pesë? Ku është taj? Ku është? Ka të zëma emni? Unë ishtë dhe ty a ke morë? Për me ditë po ju? Jo, s'marë se komisioni e merë. Djallin? Mirë. Djallin e AJCD-v, që është financë? Së është në punë, mërë, djallin e AJCD. Cili për së është në punë? Apo ki që me di që së është në punë? Drejtë e financë. A ke morë njëherë? Së është në punë. A ke morë njëherë? Po së është në punë. Unë vejta a ke morë njëherë? Nuk është në punë, a i ka qenë... Djallin e Shaqere Lezit, a ke morë? Kush rëjip tjo, s'ky po... Shaqere Lezit, punon. A ke morë? Punon. A ke morë? Në mëse ka shkuar, a ka ndalume me një punë komuna? A ka ndalume? A ka ndalume me një? Djallin e Gjemonit, a ke morë? Kujna? Gjemonit. Gjemonit, edhe ajo është në punë. Dhe më thonë ke morë? Po është në punë me konkurs? Po të vishë, mos i ka ndalë prindrit me... A ka ndalume? A ka ndalume? Se pëthu jo, një herë tash pëthu po. E tash, zoti Bashota... Është mirë, dhe gjë. Vi që mu këthuj pak më rapa kër i koti. Kër thasht, rasia... Kjo është konkurs. Mund me me? Konkurs. Gjoje një punësim që është bo pa konkurs. Jo, po jo. Edhe komisioni i merë normal që... Pse po ja përmendim më këthy prapa? Unë e pranoj. Kujna? Pse po ja përmendim më këthy prapa? Kthejna në kohën e tina që kanë largu qytetarët e Klinës. Ka orë 3 ora në punë. Kur s'ka nejtë komune? Ka orë 3 ora. Qytetarë si ka ta qytetarë. Përgjigjen e kësaj që tha keni luajtur ping-pong se harruam në pjesë e parë. Të thë që s'ka luaj ping-pong. Sport e du shumë dhe këmë investu shumë në sport. Po qytetarë s'ka luaj në takujnë orë të vetë Unë i kom arru dhe shkolla 3, ati i ke bo vetë një shkollë. Kohën teme kom bo një serdhe. Kohën teme kom bo komunën 3. Kohën teme kom bo palitën sportive e kom dërtu. Në kohën teme e kom bo shpinë e kulturës. Në kohën teme e bo me 100 km rrugë. Edhe në kohën teme e bo 100 km e në bo kanalizime. Kohën teme e në bo disa zyret venit. Hati dirë të sheshi Muj Krasnici, dirë të sheshi Faruk Elezi, dirë të sheshi Nën Teresa, dirë të sheshi i Nupëlleshit. Këtha o bune një gjira rrëdhvetës, a e shenë e vej për tomë në përpës do komunë e fëshi kënë gjitë Zërën Elezin në komunën e Klinës që i për nga qytetarët. Ka të cilësh kemi po veprat mirë. A je krenar me sheshin që ka të cilësh shumë krenar për gjitha punë që ka më në runë mëtë. Në mëtë ka më rindërtu, sepse ajo është barë si pluhurit, ajo është barë i probleme në komunën e Klinës, qytetarët e komunës Klinës nuk binë në përshesh, për shka gropa që në krys. A ke subvencionu klube